Adami përfaqëson atë që do të vijë, Jezusin e ardhjes së dytë. Atëherë, kë përfaqëson gruaja e Ademit, Eva? Natyrisht, Eva përfaqëson gruan e Krishtit të ardhjes së dytë. Atëherë, çfarë roli duhet të ketë Eva? Dhe burri i vuri gruas së tij emrin Ev, sepse ajo që nëna e tërë të gjallëve. Vetëm Perëndia mund të japë jetë dhe kuptimi i emrit Eva është e gjallë me fjalë të tjera, jetë. Kjo sepse njerëzimi do të marrë jetën e përjetshme nëpërmjet Evës që do të shfaqet në ditët e fundit. Christian Sangong na mësoi se Eva e fundit, e cila shfaqet si gruaja e Krishtit në epokën e Shpirtit të Shenjtë, përfaqëson Perëndeshën Nën. Ditën e 6, Perëndia krijoi bagëtin dhe kafshët e egra, dhe krijoi Adamin dhe Evën të fundit nga të gjithë. Bibla thot se Adami ishte një model i atij që do të vinte. Thot gjithashtu se Adami i parë ishte nga pluhuri i tokës dhe Adami i fundit nga qielli. Në Zbulesa kapitulli 22, vargu 17, Adami dhe Eva e fundit quhen shpirti dhe nusja. Christian Sangong na mësoi se Adami dhe Eva, të cilët u krijuan pak para Shabatit dhe morën autoritetin për të sunduar mbi të gjitha kafshët, shërbejnë si profeci për shpirtin dhe nusën. Dhe fryma dhe nusja thonë, eja. Dhe ai që dëgjon le të thotë, eja. Dhe ai që ka etje, le të vijë, dhe ai që do, le të marrë si dhuratë ujin e jetës. Profecia e mësipërme tregon se Jezusi, Adami i dytë, i cili erdhi 1900 vjet më parë, do të vijë përsëri në mish në ditët e fundit dhe do të udhëheqë të gjitha kafshët. Christian Sangong na mësoi se shenjtorët që do të shpëtohen janë kafshët dhe shpirti dhe nusja, të cilët janë shpëtimtarët, janë Adami dhe Eva. Me fjalë të tjera, Eva e fundit është nëna qiellore që është shpëtimtarja jonë. Perëndia krijoi krijesa të gjalla, bagëti, kafshët e egra dhe Adamin dhe Evën për herë të fundit. Adami është një model i atij që do të vijë. Adami dhe Eva e fundit përfaqësojnë shpirtin dhe nusën. Ditën e fundit, shpirti dhe nusja do të shfaqen dhe do të udhëheqin të gjitha kafshët. Ju lutemi, merrni ujin e jetës nga shpirti dhe nusja. Adami dhe Eva që u shfaqen në epokën e fundit të Shpirtit të Shenjtë dhe shijoni bekimin e jetës së përjetshme.